Kalaja Argjiro vijon të tërheqë një numër të lartë vizitorësh, ku statistikat për këtë vit flasin për më tepër se 55.000 turistë. Drejtori i Trashëgimisë së Kulturës Ardis Duka tha se kjo shifër është rreth 10% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kalaja Gjirokastës përsëri vazhdon të jetë monumenti më i vizituar në vendin tonë, edhe në statistikat zyrtare të publikuara nga Ministria e Turizmit dhe Kulturës, ku evidentuar që Kalaja Gjirokastës ishte si të më i vizituar për 3 muajin e parë të vitit. Konkretisht në muajin maj jemi në shifrat e 22.000 vizitorë, pra në periudha në data 1 deri në ditën e sotme. Brenda theksohet që në Kalaja Gjirokastës aktualisht është duke u zhvilluar dhe një ekspozitë e rëndësishme e piktorit me famë në origjinë gjirokastite, të Bashkimi Ahmeti, ku ditën e ndërkombëtare të monumenteve, të muzeve, në datën 18 maj, u çel kjo ekspozitë dhe pati një interes shumë të shtuar nga gjithë ardashtit vendas. Po përmend faktin që në Kalaja Gjirokastës nga muaji janar deri në mesin e muajit maj janë 55.000 vizitorë. Pra tregon një rritje të qëndrueshme dhe të konstante të numrit të vizitorëve për 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Ky trend besoj se do vazhdojë të jetë rritës dhe nga të gjitha indikacionet që kemi në të gjitha agjencitë, vazhdojnë që të kemi opinione pozitive për të gjithë Kalajan. Sipas tij, pritet që së shpejti të nisë edhe ndërhyrja restauruese në fasadat e kështjellës, si dhe largimi i bimësisë që dëmton jo pak bedenat madhështor, ndërsa gjatë muajve të verës do të rikthehet sërish grupi i arkeologëve për të vijuar ekspeditën e nisur gjatë vitit të kaluar. Drejtoria Generale të Trashëgimisë Kulturore, në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve dhe me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, këtë vit në vitin 2026 në rajonin e Gjirokastës ose rajonin jugor, duke kryer disa prej investimeve më të rëndësishme, ku po përmendim vazhdimin e restaurimit të çatisë të kishës Profet Ilia në Lekër, cila u doq gjatë vitit 2025, apo edhe fillimin e restaurimit të qesë të Koshtarit, monument kulturor kategorisë së parë, i ndorur në Bashkimin e Maliej. Paralelisht po vazhdojmë me artimin e projektit të restaurimit të Kalas. Pra Kalaja Gjirokastës këtë vit do fillojë një projekt restaurimi dhe konservimi, pasi dhe vetë monumenti për shkak të numrit të lartë të vizitorëve apo dhe aktivitetet të ndryshme që kryen, ka nevojë për një ndërhyrje restauruese konservuese, kryesisht në të gjitha elementet e pastrimit të fasadave në bimësi apo dhe konsolidimin e krejave të murit. Paralelisht do të bëhet edhe një vazhdim i gërmjeve arkeologjike në disa zona të Kalas ku mendohet që të ketë gjetje të rëndësishme arkeologjike. Kështjella Argjiro në Gjirokastër konsiderohet monument historik kulturor nga më të rëndësishmit në vendin tonë dhe një nga më të mëdhat në Ballkan. Prej disa vite kjo kala është renditur në krye të listës së monumenteve më të vizituara në vendin tonë dhe konkretisht në 2025 regjistroi 307.000 turistë vendas dhe të huaj. Aktualisht deri në këto momente vizitorët më të shumt janë nga shtetet e Francës dhe Gjermanisë.